Përshëndetje, Siri, mirë. Shkemi. Mirë jam punë, gjithë jam të angazhuar, si që shohim dhe këtu, po vane më të angazhuar, i kemi gjithë në monitorim, kështu se një prave. Zyrat e deleguar. Në deleguar që po merë në census në patronimin në këto moment. Tani këtu është i zonë fakt që ka i specifik në raport me zonat tjera, sepse duke qenë se ka një zhvillim dinamik të fortë, edhe për parkin ka një lëvizje shpejt të organizatë. Pra ne kemi një organizatë me 22 fraksione. Shpë dhe më thënë të përpunojnë 360 antarë për një pull për 22.000 zjesësh. Edhe prandaj janë kështu sepse kalojnë 22.000 zjedhës listat zjedhore me rrallë gjithë, kusht një FK. Shku që me gjithë atë është i grup konsoliduar edhe që njohin mirë një tjetrin, ka u bonë në kohë që punojmë një tjetrin. Kemi bërë dhe rezultate mira edhe duhet ta mbajmë në këtë nivel. Tu janë 33.000 banor. 31.000 zjes. Po, se po është edhe diaspora tashmë që është hequr nga lista e vetuesve, 31 organizata. Struktura është konsoliduar, tani është fokusi në terren, edhe do bëjmë edhe një prezantim shumë shkurtër, po nga Vangjo, kështu që Vangjo. Ne këtu kemi përgatitur një platformë ku grumbullojmë informacione koreale nga se na vijnë nga gjithë kolegët që janë në terren. Gjithsej si strukturë kemi 15 deleguar dhe 52 antarë, ndërsa 369 janë aktiv. Kemi përgatitur dhe një hartë ku ne përcaktojmë se si është terreni, dhe si do shikoni këtu kemi 1, 2, 3 organizata që janë të mëdhaja, ose që ndërkohë të mëdhaja, dhe 57 që i kalon çdo tjetër. Më poshtë do të shikoni se ne në plan kemi 3 organizata të reja, poshtë kemi një organizatë që duhet të jetë vetëm me rini, pra organizatë minore, ndërkohë të tjerat janë organizata që janë eksistente, dhe janë 31 në total. Përsa për të zgjedhësve kemi 31.904 në lagjet tonë, dhe 1.523 janë votues për herë të parë. Duke në informacioni publik që kemi tek lista zgjedhore, kemi arritur të vijmë në një qasje po themi të grupmoshave për të parë se si mund të afrohemi më shumë me njerëzit. Dhe nga referimet që janë bërë, kemi arritur të bëjmë një hartë se nga vijnë të gjithë zgjedhësit, sepse këtu kemi zgjedhës nga gjitha tregat e Shqipërisë. Në një platformë kemi përdorur për të grumbulluar dhe informacione për diasporën, dhe kjo na ka ndihmuar shumë që të arrijmë dhe rezultate të mira, sepse kemi patur një mënyrë shumë precize se si do të adresoni në çështje. Gjithsej kemi leveruar 1.908 zgjedhës nga jashtë dhe nga këta janë regjistruar 1.864. Ne kemi përdorur teknikën e konkurrencës së shëndetshme, sepse kemi një grafik me deleguarit se si performon secili për të mundsuar për të maksimizuar sa më shumë rezultatin. Ndërkohë, për sa i përket procesit tjetër, ne gjithsej pra kemi këtë numër zgjedhësish. Objektivi i ynë është 12.164, ndërkohë këtu kemi ditët që na kujtojnë rregullisht se si po ecim edhe me kohën, sepse është një proces administrimi, është pra është një projekt që duhet të administruar mirë me kohën. Gjithsej ne kemi këtë numër të identifikuarit, por kemi bërë një përplasje me të dhënat e 2023, që kemi njerëz që kemi zgjedhës të identifikuar 23-25, 5.567, i cili pastaj kontaktojnë prapë për të parë se si është pra 5.567 janë të padranzhuar në 2023 dhe të verifikuar tani 1.200 sa është diferenca, janë 3 cilët verifikohen nga fillim. Dhe këtu grafiku i fundit që ne shohim ritmin ditore, sepse do të shohim ka rënje dhe rritje dhe ulje, kemi
pas datës së 3 kemi pas një progres shumë të lartë për deklarimin, domethënë. Pastaj kemi shkuar 604, 500, 700 në vit. Gjithsej deri tani kemi identifikuar 6.382 të cilët kanë shprehur vullnetin, por dua të theksoj nuk janë të verifikuar. Pra, na janë deklaruar që kanë dëshirën, por nuk janë të verifikuar deri në detaj që të sigurohemi. Prandaj jo 3.352 ishte më rregullosht. Kjo 3.355. Ndërkohë këtu kemi poshtë ritmin, pra ritmin e verifikimeve. Objektivin saj keni ju? 12.124. 12.124. Nga 8.000 të herës tjetër. Sepse është shtuar 9.000 zgjedhës. Shtuar edhe në zgjedhje. Pra ne janë shtuar nga 2023 4 organizata. 3. Jo nga 2023, madje nga lista e parafundit. 4 organizata 3. Edhe prandaj kemi krijuar një organizatë 3 vetëm me rini. Do kemi një organizatë e cilës do ketë asnjë antar mbi 30 vjeç. Se kemi mundësi, pra, është organizatë e re, edhe kemi thirrur gjithë rinin që të bashkohet një organizatë. Ju merrni me fotostepar? Po. Kemi 800 minutë të parë. Sa keni? 800. Kemi identifikuar deri tani 346 çifër-kasën PS1-shit. Kemi hyrë në PS2-sh. Në fakt, ndryshe nga disa institute të tjera, falem mbështetjes të ekipit të deputetit, neve kemi aplikuar dhe një metodë tjetër përveç strukturës tradicionale të forumit. Kemi krijuar dhe një rrjet vullnetarësh që i bashkohet një muaj para kësaj fushati, që ka qenë shumë i suksesshëm në vitin 2023. Ne do të aplikojmë edhe këtë vit, që besoj se do ketë sukses dhe do shtojmë maksimizimin e votës për Partinë Socialiste, por sigurisht edhe për deputetët e zonës. Gjëja shkretare që ka bërë atë ditë dhe një shef. Shkretare, është në punë Shkretare i partisë është ditë natë ku në ne, po nuk ka pënduar zërë që gjithë aktiv i fort. Së një është bashkëtarë, Luanën e kemi luftëtar, luftëtar vjetër të sezonit, pasazh veteranësh, Kamelia Shete Shtabit, Fationi Delikuar, Luanë Angjela, kemi koordinatorën e diasporës, Lefteri luftarak dhe oficer dhe punëtori vjetër partia, dhe është volejbolist që tenton të gjysë dhe Partinë Socialiste. Po diasporën kush merr? Koordinatora është Angela, po merrem gjithë. Sepse siç e thash, ne punojmë gjithë si grup për shkak të specifikës që ka zona. Pra ne punojmë me gjithë. Se është një organizatë me 22.000 zgjedhës. Dhe jemi detyruar që punojmë këtë mënyrë. Deri kur bëjmë një organizim territorial që duhet bërë për zgjedhje. Nuk i kapën. Pra duhet hartëzuar. Punojmë disa plane me administrator, edhe ajo që thavam që kemi nxjerrë nga prejardhja, ne gjejmë koordinator për shembull për Fierin, vendosëm koordinator për Fierak, një koordinator për Beratës, dhe kishim takime Beratës edhe me radhë, përse janë zona me homogjene këtu të ardhur, po kanë homogenitet në vendosje, edhe janë një me një tjetër. Është biseduar me bashkinë përpara për parkimet, se ato për shkak të lejeve të komunës, famsh një bëshë vetëm i kat, parkimin në tokë dhe tani kep makinat që kapitës. Do fillojnë ka një 2-3 projekte që për parkime publike që të sistemohen rezidentët. Investime ka në infrastrukturën të blogjet mëdha e banimit që janë rikualifikuar tërësisht edhe kjo rruga këtu që është e re. Tërësisht e re. Që është zonë shumë dinamike, por që ka nevojë për organizim nga pikpamja e strukturës territoriale. Kryeministri dhe deputeti se Clarende për ne është deputet sot edhe për 4 vjet tjera. Për 4 vjet duhet marrë votat. Sa ka marrë votat, për nëjtë Po bëjë po jo, po më nuk e di sa. Sa do t'i marrë këto vota dhe në qikë me shumë se objektivi. Sa jo 12 mishë. Tash këtu është një zonë e ardhur nga të gjitha rrjetet. Njerëzit e kuptojnë dhe e dinë kush punon dhe kush katron. Edhe me gjithë takimet që kemi bërë, me gjithë bisedat me njerëzit janë optimist, kanë besim në jura të parë, në deputetin e zonës, në Partia Socialiste,
Edhe vota e tyre është për Partinë Socialiste. Edhe me një fitore të thellë. Po, këllenta si është këllën ka këtu? Si është në krahasim me herën e kaluar? Në rëndje është. Në rëndje. Nuk dihet fare. Këta e dinë se që flasin, sepse e kanë me pulsin e terrenit, nuk e kanë me qefin. Duan është ndërlidhës komunitetin që ka një indikator shtesë mas. Po ti me qanë e nështë? Shedhe shtati. Ti e sheve shtabe? Po mirë. Shumë mirë. Me qanë e nështë? Unë jemi deleguar në zonën e Ysberishtit. Po ju që bëni edhe? Deleguar e dhe ju? Zysha dhe me të kuqet forë. Është kryetar organizate. Zonja tjetër është kryetar organizate, Goca kryetar organizate, Doda është i deleguar, Ylli futbollist i njohur e kemi deleguar. Shameti, Gengi është administrator i zonës, Mabesa kryetar e grupës, Gjevarin e kemi kryetar organizate, Efin aktiviste të partisë. Ju keni këtu në një grup në një dhomë tjetër, se në të gjitha njësit ku kanë vajtë është dhe një dhomë që janë ca tjerë. Keni këtë ju ku ca tjerë në dhomë? Nuk të regohet e o dhoma. A është dhoma e kodit nuklear. Kodi sekret. Po mirë, shumë mirë. Kjo zonë në fakt ka nevojë shumë për ndërhyrje. Ka shumë. Absolutisht. Ka shumë, se më bërë shumë ndërtime dhe ka shumë nevojë për ndërhyrje infrastrukturën në këtë pjesën e infrastrukturën e brendshme publike. Urbanizim. Po edhe kjo e parkimeve, kjo çështja e parkimeve është probleme dhe po bëjmë një program tani të kombinuar edhe me bashkinë edhe me AIC-n që se ka copza shtet tek këtu për copza që mund bëhet një sistem parkimesh publike nën dhe mbi toksore. T'jenë kështu. Edhe mund t'jenë budina të bukura, ose t'jenë si simbole arkitektonike, edhe të mund të lehtësohet kjo çështja e makinave se të shkoj duke u rëndu. Sidomos këtu. Edhe këtu është Jo, mundësia. po kudo, të shkoj duke u rëndu. Patjetër. Edhe në pjesë caktuara të Tiranës është problem ai parkimi dysh. Edhe bëhet ajo e ngadalson gjithë trafikun, gjithë. Tani, ndërkohë që do bëjmë edhe diçka tjetër që do t'ja heqim fare taksën e parkimit, domethënë taksën e ndërtimit parkimit. Domethënë që se ti ndërse se kalkulimi që është bërë deri më sot është bërë njësoj. Si ndërton parkim, si ndërton dyqan, si ndërton apartament, ti paguan të njëjtën taksë. Dhe kjo edhe e të kur ndërtusin ke llogaria se thotë që ose e heqim taksin e parkimit, e do a heqim. Kjo e përmarrë. Atëherë, jo, ç'a do bëj, thjesht do ketë kostën e vetë, po s'do ketë një kosto ekstra nga taksa, edhe do jenë të nxitur të bëjnë më shumë parkime të kësaj. Po besoj që do ta zgjidhim bukur këtë punë e parkimeve. Këtu para të ditë kishte një nga këta, se këtu ka pronar vjetë për shkak në zonën e Zberisht. Edhe ishte super interesuar të bërë në tokë vetë të vëllim parkim.
sepse tu ka një kërkesë Jo, të jashtëzakonshme. parkimet do jenë gjithmonë më fitimprurse, duhet me nxit këtë gjë, po e bëjmë një plan shumë bukur bashkë me bashkinë, edhe me AIC-n në fondin, edhe do vazhdojmë në këtë drejtim. Jemi duke punuar, siç e thatë edhe ju, t'i dekurajojmë që atë kënetën ta fajt dhe ta luzojmë. Patjetër që jemi optimist. Njësia ka të Por e ndihta. Luli, ka në deputet tu, ka në votues këtu. Si lem në me. Ha? Si s'ka, po do ta ketë do njësë? Du ta kemë nëse të S'dini kush është. nuk duken dhe punë. Do më s'ka kandidat Luli, apo do ta ketë do një gjithë Ha? Edhe më shumë përshtyve që e ka shumë frikë Bufi. E ka frikë Bufi, nuk e... Jo doktor, jo shoku, jo doktori, jo ky, nuk... E thot me shuktor, ale ti me Bufin, ma le mua, të ma hedh mua, nuk e gjithë. Për referencë, po jo se e ka frikë Bufi. Që e ka kështu si në anije kozmike. Në anije kozmike, kështu si... Se këthe ndodhe edhe, se ka... Po jo, po ti mos e shiva ty shive poshtë. Si pa gravitet. Ashtu, ja, u balancua anija. Po, shumë mirë. Po shikoni jo këte. Ne shikojmë shumë mirë qartë, dhe dëgjojmë shumë mirë. Duke identifikuar votuesit e Partisë Socialiste, duke takuar dhe patronazhuar, për të arritur objektivin tonë për të 1500 votave të Partisë Socialiste. O s'keni po ky Luli, ka në njëri atje mulla? Vetëm janë në gjuhë, nuk kemi pa një të zgjuar. Nuk ka deputet atje ky? Nuk kemi pa si deputet apo që kemi pa në të prezencë të Lulit. Po këta të kënetës si janë atje, janë aktiva, po... Këneta është ne. Mirë, falinderit shumë, falinderit shumë. Ju falenderoj ju për paratën dhe për inkurajimin. Po ky që është ky që më shef shumë i natë? Që ke këtë, mo i fanë, që ke këtë si diversantën? Më pafshim, që më mbarë. Po mirë, falinderit shumë. Falinderit shumë. Forca edhe. Hajde, më mbarë, më pafshim. Më pare. Më pafshim, falinderit shumë. O, ta bëjmë fotografinë atë. Edhe me freshe. Dini përpara tani të ta bëjmë. Gjithë gocat dhe... Hajde. Maria ta foto kështu. Po tu se zgjeti shumë. Hajde. Dhe tash gocat e gratë gjitha. Hajde, vete kamera. Shefi. Shumë mirë. Falenderit shumë.
Perfekt. Gjatë, hajde e Karen. Karen, hajde tu Karen, se gjeta një gjatë. Balancohemi. Hajde. Shumë mirë. Si ju dolët. Po, hajde. Po da, me një hajde ku kakta, jo për shkurë, po për njërës. Hajde dhe një këtu. Hajde. Hajde. Perfekt. Faleminderit. Shefja që nga gjurë. Hajde, bëj një këtu. Në bashkë. Që kemi fotogram. Shotim konkurrenti një të hake i gjurë. Ju është gregu më i mirë, në sfutohet. Në bashkë.